Tani, unë po përjetoja vetë një gjë që të rinj dhe të reja, sa vjeç ishe? 21 vjeçar kam qenë. 21. Çfarë si e mendove atë Astrid që unë do ta lë familjen, shkollën, punën, jetën e qefit, gjithçka, dhe do ik luftoj në Kosovë, sepse kur ikën luftë 90% je i vrarë tani, nuk po vete në plazh. Si ishte ai momenti? Pse e bëre këtë? I herë një përgjigje pak me humor, se na kishte frymzuar Xhaxhi. Xhaxhi ku ti thua Xhaxhi? Xhaxhi Enver. Thash një përgjigje me humor. Jashtë kontestit. Jashtë kontestit, lutem, pa e thash para prakesht, da thash jashtë kontestit. Jo, kam hallë se mos ke quptojnë ata që më na ndjekin ore se. Pak rëndësishme. Se unë e di që ti je patriot, një nga patriotët më të mëdhenj që unë kam njohur. Vetëm 2 ditë kam që të kam takuar, por unë shikoj një patriot se ti ke marrë armë, ke luftuar, ti se ke bërë me fjalë. S'kam qenë i parë Jasim Rami për ato gjëra. Dhe thash në humor ato, se kosovarët e thojnë, shqiptarët e Kosovës e thojnë na frymzoi Xhaxhi, kuptimin e strukturave ilegales. Në atë kontest e thash na ka frymzuar. Pse erdha unë? Nuk ishte rasti sepse ne kishim një përndjekje, familja ime ka pas, se s'du me fol për familjen, dhe ta kalojnë veten e parë, babgjyshin e kam pas të varrumën, kufirin me smalit zije, bare një rrugë qendrës fshatit e ka emrin e gjyshit tim. Po ishim të rritur në drejtim, mirë po, kur i shishit gjitha ato masakra, gjitha ato që ndodhen të familja Jashari, automatikisht të thot... Aty beteja te familja Jashari, aty të ndau atë që duhet të shkoj? Aty ka qenë tuja se... Kujt i thet parë që unë do iki? Do miqve aty, se familjes nuk i kam të regojnë. Nuk i të regojnë? Prindëve? No. Prindit i kisha tjetë? Jo, prindit i kisha në Kosovë. I kisha në Kosovë? I zdi fare se që pëndodhë? Edhe naturisht, po t'ju thësha të vjata, do refuzoni, pse Pelen Amerikën e do të vish në luft. Qëfar ndodhi atyre në Kosovë, familje? Okej, në 98, në fshatin tim Lebenic, ndodhi një masakër, ku u raportu që o vra dhe babajim, po kishte shpetuar. Edhe ndodhi notën 9 që o vranë, do të thëtë o vra baba, agja, me djemë, pa. Baba, Xhaxhaj? Xhaxhaj me 3 djemë, Xhaxhaj babajt, kushëriri i parë, do të thëtë familjes ngushtë që i thojmë na ndam zjarë, i thojmë, se na kemi huskaj edhe pak ma 3-4 brez. Sa vetë o vranë? Vetëm të familjes ngushtë huskaj do të thëtë janë 16. 16? Do të ti ndave mendje dhe do shkoj? Ja, unë kam qenë luft kur ka ndodhë kjo. Kur ka ndodhë. Atere, erdhe unë nise nga Amerika, ku? Në Tiranë, naturisht. Erdhe kjerë këtu, Tiranë? E më pritën... Mbarë më datën, ditën? Po, 14 prill. 14 prill, 1999? 98. 98, më falë, 98. Dhe kush priti këtu? Këtu më priti, tani është ndjerë Cena Liçkaj. Oficer? Po, oficer. Ku? E kishë qitë dikon e më kishë prit në aeroport edhe u taku me në Tiranë. Do dhe ju organizoheshin në mënyrë që vinin me avion dhe diku pasaj... Dikush i prit ke në aeroport, ai që i merë ke në aeroport i bin këtë Rolandi ku e kishte bazën, i trajnojshin pak dhe i nishin edhe Nasim Aradina. Dhe i armatosin? Po, edhe Nasim Aradina. Edhe Nasim Aradina. Dhe nga Tirana ku shkuar? Në veri kemi shku me një maune armatim. Po? Kemi qenë runje, vetëm unë me 2 ditë kam hi, me 2 ditë trajnim kam hi në luftë. Si 2 ditë? Do të pa trajnu fare, pa u strevit fare. Dhe ku shkuat? Ku shkuat? Junik. Në Junik? Junik shku. Junik? Aty nga Junik e kemi shkuar në Glogjan të Ramush Haradini. Unë kam qenë në zonë operative bashkë të komanda. Qëfar, kishe në roli? Une, fillimisht isha në kalu në sektorin e shëndetësisë për arsye se isha... Dhe student për mjekësi. Po, nuk të ngronte. Nuk ngronte edhe kalova, thash... Direkt luftim edhe kam qenë në Prilep, kam qenë në Restovic, në Dëfshatrat, aty në Strelc, edhe kam qenë përfundimisht në 98, kam qenë në Voksh, ofër kufirit me rasën e zogut kënej, edhe një Junik. Tani më trego, unë kam mundësin të pyes që më trego me fjalë një pasazh, një moment luftimesh. Okej, do t'i tregoj edhe ato të lumturat edhe këto pak hidhruse. Do të thot, moment të lumtur në luftime, do të thot, në Voksh kom pas ku nga një siti, jo unë, po nga shokët e mi, jenë vra disa e për serbë.
Ku eksaktësisht? Voksh, fiks në fshatin Voksh. Ishit në një betejë frontale? Tentonin ata po, tentonin të hynin. Ata ishin në këmbë apo me mjete? Me këmbësëri. Me këmbësëri. Tentonin të hynin në zonën tonë. Po. Edhe aty do. Sa ishin ata sa ishit ju? Po në Voksh kemi qenë diku 23 ushtar me njësinë time. Po ata? Ata kanë qenë me 10, mos to me qindra, sa ata kanë pas komplet. Dhe sa vrat nga ata? Zyrtarisht që pranohen nga forcat serbe, është edhe dokumenti që e kemi shtyp, supozohet që aty ata që e pranojnë, se kem pas luftimet përditshme, po ajo ka si the diçka më e lumtura, ku aty treguohet që janë vrarë 2 major me grad major serb, një kapiten edhe po duke 2 ushtar. Po momenti më i keq? Momenti më i hidhur, do të thotë ka qenë kur në frontin e Jonikut, kur është plagos Bedri Shala, Bekim Berisha Abeja, që është legjenda e pas Adem Jasharit e luftës të ushtrisë kombëtare të Kosovës, ku edhe Kroacia ka shpall ditëzie. Edhe Kroacia? Po. Franjo Tuđmani ka dërguar telegram ngushëllimi ish presidentit Rogova të asaj kohe për humbjen e Bekim Berishës. Dhe ti kisha aty pranë? Durët mia ka jep shpirt. Në duart e tua? Po shprehna popullore që kështu, sa i s'ka jep shpirt, sa i ka kaluar për jetësi, po në durët mia ka ndruar jetë. Pasi përjetuar keq? Edhe Bedreu ashtu, edhe Eltonin e përmetin kanë pas njësi time, do të thotë ushtarët. Ai ka qenë momentin ndoshta më i vështirë ka qenë moment më i vështirë se sa kur kam dëgjuar që e kanë vrarë babën me kretat akushër. Më i vështirë? Më i vështirë ka qenë. Kur e kam gjetë babën, e kam gjetë. Jo më punë shumë i ftoftë. Kur sa atë natë na kanë vdekë edhe në Bekimi do të thotë Abeja, edhe Eltoni e Përmeti edhe Bedreu, Bedri Shala. Atë natë ajo ka qenë dita më e vështirë e jetës në kohën e luftës. I dhat ndihmë kështu si njeri që kishte njohur Meksi? Po, natyrisht. Për Aben ndihma ishte e papërfillshme. E papërfillshme. Se do të thotë kishit mjete për kishim diçka shumë të thjeshtë apo jo si më thon salla operacioni, as të improvizum as kur gjohesh. Vetëm një reamidim plagëve, një mobilizim të hemorragjisë. Kalove vetë një situatë që të kaloj plumbi kështu? Po, ka ndodhur. Ka ndodhur në Voksh. Çfarë mendove në atë moment? Ka ndodhur në Voksh edhe e komarit me humor pikërisht kësaj pyetje, ka kaluar ka kap telin e rrethojës dhe plagosin një ushtar në dorë i thash që për shembull mu kaloi aty të kapi. E kam pasur një rast që më ka ndodhur, kam qenë traktor, zetor që i thoni ju. Kemi shku mi marrë armë atim prej fshatit Voksh në Slop. Kam qenë në atë kabinën e zetorit. Kishim dorë aty mrapa, edhe na kanë gjujt forcat serbe, kështu kam qenë këtë pozicion, ata Agema Zrekin e ka kap në zemër, unë jam rëzuar, mu s'm ka kap. Do të kam qenë aty që po thuat ka kalu plumi. Do të kështu kemi qenë, ata ka kap, unë e kam largu nga, se imi rëzu nga traktori. Ka rase, lufta i ka këto rase. Sa luftuat, për sa periudhë, për çfarë periudhë? Po, do të thotë prej prillit 98-s, deri në kur ra Joniku në gusht, me 10-11 gusht, unë përsëri kam qenë pjesë e UÇK-s, po kam qenë detyra tjera. Do të thotë, kur e kemi lëshu Jonikun me të plagosur, jam aktivizuar në veri, përmes Nasim Haradinit, General Jashar Saliut, atër kam kalu përsëri në sektorin e shëndetësisë në Tiranë, për mo kujdes për plagosur e ardhin e refugjatëve kështu, e 99-ën jam emru. Edhe du me thonë kështu që tjetë pak edhe ritheksume, se shoftu ka herë në studio që thonë kam qenë koordinatori i bombardimeve, kam qenë koordinator. I emruar, Zoti Qafoku, me vendim për koordinator të bombardimeve të NATO-s, përmes shtabit përgjithshëm të UÇK-s dhe ekipit amerikan, pa paragjykuar çfarë ekipi ka qenë, çfarë shërbimi ka qenë, se kanë qenë civil, kam qenë unë. Kur qëndronit ju? Kur koordinoni? Në Kuks, në objektin e Shikut. Në objektin e Shikut, në Kuks? Dhe kërë kishit kontakt? Kishim kontakt me oficerët shqiptar që ne jepnin koordinatat. Kush ishin këta? Ishte Spiro Butka, ishte Maliç Doçi, ishte Kuçana,
Besim Koçana më zgabofsha, ishin Beslim Zorapi i Kosovës, kolonel Beslim Zorapi. Dhe ju ishit koordinator? Bina Gashi, unë ishte koordinator. Po që jepni të koordinata? Na i mërnim nga ju, nga ushtëria shqiptare dhe oficerat shqiptare dhe forcat UÇK-s mërnim koordinatat, ku ka tenka, ku ka forca serbe, u përpunonin koordinatat, edhe ekipi amerikan nuk i qënte në Bruxelles, po i qënte direkt në Washington. Edhe në Washington i jepte aeroplanave që ishin në aksion, në Itali, në rastet caktume. Tani një pyetje kam, aty në UÇK luftuan shqiptarët Shqipërisë djem dhe për vajzat që luftuan atje. Më thuaj diçka. Çe ishin këta djem nga Shqipëria që shkuan? Kryesisht disa ishin madje kishin mbaruar ose se kishin mbaruar shkollën Skënderbej ose shkollën ushtarake dhe shkuan atje dhe disa të tjerë ishin thjesht Shqipëria ka unë nuk pajtona me statistika zyrtare. Gati 100 të vrarë. Janë 113-14 vrarë. Diçka 113 nga Shqipëria, shqiptarë Shqipërisë, djem. Djem. Unë tash nuk kam kurse kam telefonin atje, unë do ta dërgoj ty pas emisioni, vetëm ta kesh në arhiven e televizionit, do të thotë dritar TV-s. Me emra, me mbiemra, me kush ka qenë. Dhe kush është vrarë? Nga cilla zonë, ku është plagosur. Dëgja, e kam vetëm unë ato. I ke vetëm ty? Falenderoj shumë. Ku është plagosur? Kohën e ka pas babat, nga cili rreth, rrethi Vlorës, rrethi Beratit, rrethi, do të thotë edhe rrethet janë ndara. Indricarën e ke njohur? Jo, se kam njohur personalisht. Se ishte një nga ai ka qenë dëshmorët. Indriti edhe do të thotë ka edhe dëgja. Djem shqiptar që kanë rënë prit aty e furnizu që kanë, dhe e keq pse nuk ju thojnë edhe atyre dëshmorë. Edhe ata janë dëshmorë. Se nuk e kanë. I kam unë, për ata arsye thash do t'i dërgoj të gjitha. Ja. Po pse? Po jo ka qenë furnizim ja çapo di unë. Për atë arsye thash e kam atë punim me emër me mbiemër ditëlindje kur edhe kur janë burgosur, se ka djem shqiptar që tu e kalu kufirin në zonë nga forcat serbe. I kanë marrë nëpër burgjet e Jugosllavisë, Serbisë të Malit Zi. I kam gjithë. I ke bravo. E do t'i nisi, s'o shbotu asnjëherë ai shkrim, s'ka qenë punim. Ma je patjetër. Tani ato vajzat më tregojnë që ishin ato vajza që erdhën dhe luftuan atje. Çore, patriotizmi ka është se streja, se kanë dhënë streja maskarën, është patriotizmi, po jo, unë nuk pajtona në politik po, në politik. Se në çështje lufte, është e Po ç'ishin ato vajza që erdhën atje? Këtë se kam kuptuar, domethënë, asnjëherë. Po tash po mendo, vjen Xhevella Drovci bashkë me burrin. Po. Shkon lufton në Kroaci me fëmijën. Edhe vjen e vdes bashkë me burrin. Vdes, masi të vritet fëmija nuk e lëshon frontin edhe vritet aty. E mos flasim për tjerët. Unë kam pas rast që i kam njoftë shumë në luftë. E sidomos sektorin e shëndetësisë, Time Kadria, Ileriana Hasaj, kanë bajt ushtar të plagosur pak e me padur. Deri këtu durt me gjak. Deri aty, ha? Femra shqiptare. Ato thjesht ndihmonin duke ndihmuar nga ana shëndetësore apo edhe kanë luftuar? Jo, kanë luftuar. Kanë luftuar, ë? Kanë luftuar. Po ç'ishin këto vajza? Hyrie Veleu. Po, më thuaj disa emra. Hyrie Veleu, do të thotë Njomza Shala e Brigadës Gjakovës brenda qytetit, Valbona Tafilaj, që do të thotë që i kam taku në front. Në front. Si unë si ajo Ti i ke pasur afër? Po, ku kam thënë i takoj në front, do të kam qenë në front line me to. Majlinda Daute më zgabofsha, Deçanit, Fatime Dobroshi, me 10 që i kam taku në vit partë frontit e saj, sa si kam taku. Tani, një gjë më shpjego, si e vlerëson ti atë që bëri populli shqiptar, populli Shqipërisë? Se edhe ju shqiptarë jeni të Kosovës, për ata që i pritën, sepse në 1998 kur ndodhi gjithë ajo zoti Uskaj, Shqipëria ishte shumë e varfër. Ti nuk e merr me mend, por nuk e merr me mend se ti edhe mund të kesh parë vetë. Kur unë shikoja edhe si gazetar, po edhe si qytetar, s'kishte nevojë të shikoje kështu si gazetar, vargje të popullit me legen, me en, me kazan, me kusi, me govata, edhe do t'i çoni te kampi i kosovarëve, që tani është edhe rruga e kosovarëve, nuk e ke idenë se çfarë emocioni kishte. Jo, ne do ta them vetëm një përshtypje kështu se
Unë kam qenë në Cooks në atë kohë, sepse kam qenë me ekipin amerikan. Edhe na kemi dalë shpesh, se na kemi marrë koordinata edhe prej refugjatëve, të ardhurve, gabova si janë refugjatë. Se shembull jemi ardhi, kemi pa të ardhnit, ka kalut në për qëtë fshat, qa pat aty, kemi marrë dhe, do të thotë kam pas kontaktet përditshme. Du më të jep vetëm një argument. Marrëm Dida, ka qenë një shofer i shikut në Cooks. Ka pas banes, një dhomë i kuzhinë. Po? I ka strehu 17 anëtarë. Aty dhe dhomë kuzhinë? Këta kanë përjetume. Ua, ku futën dhe dhomë kuzhinë? Ashtu kanë qëndru të shkrejtë, aty i ka strehu. Doa të them edhe një argument tjetër. Ma thuani ju, a ka ndodhë një incident. Një. Kjo është e vërtet. Në Cooks, ku ka arrit me thonë Bill Clinton, në prill 1999, ku thot, Cookesh, it's more recognized than Washington DC. Cooks jo bo maj njohër se Washington DC. Ke dalë me blej buk, zoti Qafoku, s'ke gjetë buk. A di se të kanë bo shqiptarët, po të thomë shqiptarët e Shqipërisë. Po, që kanë bërë? E ka thirë nonën, o shku të në fshat i ka thonë, gatuj, se s'ka mo buk atje. Të kanë pru buk, të kanë pru tomel, të kanë pru prej shpia vetën a për fshatrat, i kanë pru mjoj për fëgjatë. Janë mirë një shqiptarët e Kosovës? Besoj që janë. Janë? Besoj që janë. Di pse bëra këtë pyetje? Së është pyetje bukur. Po të lutem. Sepse kur marrin fjalën ata liderët e shtetit Kosovës, duhet ta thonë po aq herë sa marrin mikrofonin përmendin fjalën Shqipëri dhe të përmendin popullin shqiptar për atë gjë. Sepse nuk duhet ta ndaj fare Shqipëria, shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës. Ne ishim një. Ti nuk e vëre, mua ajo më pëlqente dhe emociononte, që ishim bashk dhe e ndanin bukën si me komshin. Po unë konsideroj që liderët shqiptar, dhe the shumë bukur, shqiptar të Kosovës e thonë, se çdo herë thonë, mikpritja e vëllezërve shqiptar, po liderët që janë në Kosovë, që mund të mos jenë shqiptar, ata dhe nuk e thonë. Në kuadër të Kost Thaqit, kur ka qenë kryeministër e president, ka ekzistu, ju e dini shumë mirë, është dita e përkujtimit të marshit për Cooks, dita e përkujtimit për refugjat. Tani nuk funksionon këto? Ja. Qa thua? Lutem. Fare, e? Absolut. Ua. Tani një pyetje kam që mos më shpëtoj se jemi në fund. Po të lutem. Cili ishte roli i Fatos Klosit, shefi i shërbimit sekret shqiptar? Okej. Fatos Klosi, atë sa unë kam informacione, kam disa informacione, sepse jam direkt në shikun, në objektin e shikut kemi vepruna. Me lidhjet e UÇK-s, përmes këta peri them, se e ka thonë edhe Xhavit Haliti, deri tani s'është më sekret, sepse disa kontakte me Amerikanë me kësi mbesin edhe të një kalon një koha përsi. Fatos Klosu ka qenë Chelsea i bashkëpunimit me ambasadën amerikane. E tash do të jepun një argument që nuk o thonë deri kur, për para atë argument e kam unë, është lajmë. Frekuenca e radios, ku mu fokusu, frekuenca e radiolidhjes të ekipit CIA-s, tash për thonë publikisht, në Cooks, për mes Fatos Klosit, Xhavit Halitit dhe Mari Zelinës ka qenë 13. 13? Po, se ka ndodhë kam përkëthy vetë me atë... E nëzora sekret? E nëzora se se sështë sekret, se o dalë publik që kanë bashkëpunu. Kjo është vlera e bashkëpunimit Klosit, Xhavit Halitit, më knaqen kjo është... Do të thotë... Se ishe ambasadori ishe Marizalino. Po, Mariza, do të thotë, hala se ka thonë askush, se unë kam qenë aty. Bravo. Edhe qaj ka qenë Klosi, që do e thome edhe një sekret, unë jam shtetës Amerikanë, kështu që nuk e kam problem. Nuk e ka problem, këtë më zdarë sekret? Jam shtetës Amerikanë dhe më lejot, e thomë në cilësine... Po mirë, shtetës Amerikanë jeti, po shtetës i Kosovës, jetë? Unë qytetari i Kosovës. Në shtetësi, s'ke? Po, kam në shtetësi. Po në shtetësin e Shqipërisë? Se kam. Se ke, e? Po me mere më burë. Publikisht e thomë, sot e dorëzoj pasaportin Amerikanë,
Qa thua? Publikisht e thom, Për po ta kem në në shtësinë shqiptare. E kam andër tjetës, po nuk më ka realizu. Asjerë. Si se evim. Zoti President, unë bëj një thirrje modeste. Unë kaq sa kam, Astrid Tuskaj pasaportën shqiptare, se sa kontribut ka ky për kombin shqiptar, duhet të rrim gjithë kështu. Një argument për Klosin. Po, çfarë do thosh? Kur ka përfundu lufta në Kosovë, me 4 korrik, jo gjithë e dinë si në 2 qershor ka përfundu në 99, 4 korrik që festo dita e pavarësisë të Amerikës, 4 of July, kemi qenë në ambasadën amerikane në koktel, në dark. Edhe pse jemi marrë për Kosovën, e kanë marrë me helikoptera me asi. Klosi me Joshua Lee, se tash për qesë edhe i sekret, edhe një lajmë se janë e 2-3 lajmë ekskluzive në emision t'ju, ka qenë, nuk është lajmë, pik. Joshua Lee ka qenë shefi CIA-s për Ballkan. Dhe ishte aty? Leri që ishte aty. Ka qenë për Bulgari, Romani, Maqedoni, Kosovë, Serbi që vëdojnë. Joshua Lee e ka ditë gjuhën Shqipe, sikur unë e ti që flasin. Qarë thua? E unë e kam qenë me to... Sheficias për Ballkan. Për Ballkan. Po përmenda dhe emër, të të të... Nga ishe, mos kishe në Jurgjin nga neure? Jo, se ka qenë një farle shkuqi edhe i prem kënaj... Po ishe mësuar në Ungari, atje? Sigurisht. Dhe duke qenë në Shqipëri. Do të thotë, Klosi ka pas kontaktet e përditshme me to. Do dhe në kamerita Klosi. Disa mirë më vjenë, sepse e di këtë gjë, edhe ja çmoj, unë si gazetar më e mëndë shumë... Mu që kam vje keq të Klosi është tepër modest. E ka herë mi jam shel gojen Astritit, për marrë shembull veten. Që të më mshel gojen mua, duhet modestia ka herë është s'po du më tonë ignorancë. Është defekt? Është defekt? Është defekt. E Klosi çdo herë thot në atë modestin, ja, s'kemi bërgje. Pse Klosi nuk e thot që ka pas kontakte? Këto ja dëshmojnë në prezencë të Klosit këtu, që kam qenë me Joshua Lee ka qenë Astrid, bravo. E këto e thome në prezencën e Klosit ku ma ka bo Joshua Lee, ma jep Berin e zi, edhe jo me to e këshyrë kështu, do të ndarkën e pavarësisë të Amerikës, edhe i kom tonë, do you speak Albanian? Ka thonë e qysh po flasë. Ka qenë linja e Klosit me... Po, Klosit me atë shqipëritësia... Anglisht? Anglisht, po. Anglisht, po. Sigurisht, tash, ku ka ndajnë akun më sheft, unë nuk mund të garantoj, po publikisht kanë folë anglisht. Astrid, më ke kënaqur me këtë intervistë, kam shijuar, ti ke treguar jo thjesht ato që dhe ato lajme, sepse ato janë... Inxerë intervistat. Jo, ato janë, do dhëna e pjesa që e shia mbi tort, por më vjen shumë mirë që në 2 element të rëndësishëm të kësaj interviste. E para, historia e UÇK-s, që është, unë e them, është epopeja me lavdishme e kombit shqiptar, dhe ajo që drejtuesit e UÇK-s kemi një pritshmëri që diçka mund të ndodhë në Hag. Por unë të respektoj shumë për gjithçka çfarë the këtu, nderim për punën që ti ke bërë, por edhe për gjithë bashkëpunëtorët e tu në luftë atje në luftë në front në rezistencë në 98 dhe 99, nderim për gjithë atyre që u vranë dhe respekt dhe nderim për gjithë ju që jeni futur në historinë e kombit shqiptar si njerëz që keni luftuar me armë në dorë. Të falenderoj dhe të jam i njohës për këtë intervistë me të vërtetë shumë interesante. Faleminderit për mundësinë që ma jep zoti Roland, po edhe unë duhet të thoni fjalë për fund, ta kam thënë mbrëmje, duhet ta them publikisht. Kur njët nuk i thom kuj faleminderit që bën diçka për kombin, se s'ke bo për mu, ke bo për Kosovën, po kam dëshirë që tjerë të ndjekin modelin tënd, kolegë tu që të thu Kosova jonë, Kosova, për çdo proces politik, të harrojmë luftën, e thu, ke biseduar, disa herë kam pa ku thu, zgjedhjet në Kosovën tonë, atje të i bojmë zgjedhjet, të thotë, ajo në baneve, mu personalisht, po thonë, më bënë mundi tepër mirë. E uroj që edhe tjerë të ndjekin shembullin. Faleminderit shumë edhe njërë. Shumë vëllëmirit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ura Lënë Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient
dhe me njerë do dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.